A është nisur një hetim nga ana juaj ndaj kryeministrit të Shqipërisë në lidhje me këtë Albanian Files? Meqense se zotëria në fjalë e trumendon dhe e paraqet në çdo takim me qoftë edhe me këngëtarët huaj si një arritje shumë të madhe në lidhje me Shqipërinë. Asnjë person nuk është imun ndaj veprimeve procedurale të SPAK-ut dhe këtë e them me bindje. Deputeti demokrat Gjingjoni e pyeti Klodian Braho nëse do e marrë në pyetje shefin e qeverisë Edi Rama për çështjen e librit Albanian Files. Braho tha se është një kallëzim konkret dhe kush ka prova duhet i dorëzoj, sepse askush nuk është imun. Klodian Braho: është kallëzim konkret, nuk kam asnjë koment. Kush ka prova ti dorëzoj në SPAK. Asnjë person nuk është imun dhe këtë e them me bindje. Gjingjoni: fije të qojnë tek personi që sot është drejtuesi i qeverisë. Çështja e pandëshkueshmërisë a mund të shkojë në nivelin që duhet në rastin konkret të pyetet qoftë edhe për rastin e inceneratorit ose në çështjen e Albanian Files, që në rastin konkret jepen shuma parash nga 60 euro metër katror, nga njerëz të cilët sot nuk dihet nëse do ndërtojnë ose jo. Këta kolegjen e kryeministrit nuk mund të ndodhë. A keni hetuar kush janë personat që kanë porositur këto kulla resorte apo fusha golfi tek studiot e huaja arkitektësh? Dhe çfarë lidhje kanë këta me kryeministrin e Shqipërisë? Si janë bërë pagesat e këtyre kostove dhe projekteve të cilët sot nuk janë miratuar akoma nga shteti shqiptar dhe nga agjencitë të cilët janë agjenci që merren me dhënien e këtyre lejeve, megjithëse është përgatitur një fajl prej 523 projektesh.